Jemi kthyer sërish në studio, do flasim për sport dhe kam kënaqësi të kem kolegun Ervin Baku, gazetari i Radio Tiranës. Baku, kënaqësi të kem virtualisht e herë, vlerësoj shumë gatishmërinë tënde. Kënaqësia është gjithmonë e imja, Tibi. Baku, do nisim shkurtimisht me një koment për topin e art shqiptar, një koment për çmimin e FIFA-s për lojtarin më të mirë që duhet të jesh i kënaqur, besoj aty. Pa mas, ndërkohë pastaj kalojmë tek java sportive. Topi art shqiptar ishte një mbrëmje gala, ishte edicioni 4 i topit art që organizon Federata Shqiptare e Futbollit. Më erdhi mirë sepse ishin dhe trajnerët që kanë bërë histori përpara Silvinjos, ishte Gianni De Biasi, ishte Edi Rea, ishte një emër i madh i futbollit si Cambiaso, ishte edhe një emër i madh i gjykimit italian, Rocchi. Dhe fituan në topin e art dhe fitoi Bekim Balaj dhe Kucën e art edhe topin e art dhe për femra fitoi Meki Toçi edhe topin e art edhe Kucën e art. Ndërkohë trajneri më i mirë i vitit u shpallet Girtetova, gjyqtari më i mirë i vitit u shpall Kreshnik Sjapi. Ishte një mbrëmje gala me formacionin e vitit. Baku, keni një kundërshti apo jo? Keno për në një çmim që nuk je dakord që është dhënë për ty, si gazetar sporti? Patjetër, sidomos kisha për nominimet. Okej. Se për shembull te nominimet e trajnerëve, Ilir Daja, që s'kishin lidhje aty, edhe Josa, edhe për shembull se Josa nuk kishte fare, sepse që ta dinë, që ta marrin vesh Timi, është një çmim që është nga 2 janari deri në 10 dhjetor. Pra është një vit kalendarik, nuk është një sezon. Ndërkohë për shembull një Josa nuk ka qenë fare 6 mujorin e parë të vitit. Aty mungonte Ilir Daja, mungonte Arjan Bellaj i Borës, te gjyqtarët më të tjerë mungonte Enea Jorgji, i cili gjykon në Europë në ndeshjet më të bukura, më të mira që UEFA jep. Ndërkohë, për herë të dytë u shpall Bekim Balaj, por unë kam përshtypjen që votuan trajnerët dhe kapitenët e skuadrave. Unë mendoj që mund ta meritonte edhe Devi Bregu ose Mario Dajcinani. Devi Bregu si arkitekti Dinamos që mori një trofe Kupën e Shqipërisë pas 22 vjetësh, dhe Dajcinani si gardiani i Portës. Këtu duket, të qëndrojmë pak të Dajcinani, unë do isha totalisht shumë dakord, por duket sikur topi art shqiptar ka kopjuar nga topi art botror, ai për vërteti, që portierët duhet të ngjitemi, duhet të shkojmë në vitin e largët 1960, kur topi art zgjidhte Lev Yashinin si më të miri. Kështu që duket se kanë kopjuar nga topi art gjë. Edhe ndeshjen e fundit që Eknatia fitoi në Tiranë me Dinamon, ishte pikërisht Sinani, Dajcinani që bëri pritje heroike dhe interesant se 3-4 pritje janë mbarës me një gol, e kupton? Kështu që do të ishte për mua, do të ishte drejtësi po ta merrte Dajcinani ose Devi Bregu. Por ajo që mund të korrigjojnë Federata Shqiptare e Futbollit në proceset e ardhshme është që i kanë kopjuar topin e art emrit të France Futbollit. Ta bëjnë kështu. Pra, ti zgjedh 30 lojtarë dhe mes atyre lojtarëve pastaj votojnë dhe i kenë me pikësim. Ndërkohë që votojnë trajnerët, votojnë dhe kapitenët e skuadrave dhe ato që marrin më shumë dhe ato nominohen dhe domethënë ka një nonsens, po unë mendoj që do të vi një moment që do të jetë. Po, megjithatë, urimet e mia më të mira Bekim Balaj dhe mos harrojmë shumë Medi Doçit. Futbollin e femrave, edhe ajo është një kampione shumë e madhe Medi Doçi. Okej, Baku, ndërkohë ndalemi pak tek çmimi i FIFA-s, Osman Dembele. Po kush do shpalli, po mos shpalli Dembele. Unë do thosha Kylian Mbappé. Po, mirë, pra francez do ishte. Mund shpalli Donnarumma. Mund do përqendet shpalli Donnarumma. Okej, që nge me portierët këtë vit, Baku. Këtë vit që nge me portierët. Ja, me portierët, ja. Jo, dhe shumë mirë, sepse realisht ndoshta nga ata që lihen disi në arres. Një çmim i merituar, do të ishte mirë që dhe ne po e shikojmë që formën aktuale fantastike të
Manchester City një rol fantastik shumë veçantë ka Donnarumma. Kështu që pse jo? Okej, për Dembelen pra nuk e asnjë kritik, asnjë gjë. Thash, mund ta merrte një gjë, po se kritikon tot kur e merr ai lojtari kryesor, pra se zakonisht po ta vesh re, thimi futbollisti më i mirë i FIFA-s shpallet ai që ka marrë topin e lartë nga France Football, kështu që jetojmë në një botë ku është e vështirë meritokracia, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë dhe në Europë. Okej, ndërkohë, për të bërë prapë shefin ty, ndjekim një material që ka të bëjë me Paris Saint-Germainin dhe rikthehemi sërish Baku. Qëndrojmë sërish tek entuziazmi francez i Ervin Baku. Ndjekim pak. Viti që po mbyllet është padyshim më i miri në historinë e Paris Saint-Germain me disa trofe të fituar, ku krahas tripletës parizianët ngritën lart te Kupën Interkontinentale, një garë ku marrin pjesë përfaqësues nga të gjitha kontinentet dhe në fund triumfon evropianët, pas një ndeshje jo dhe aq pozitive, e cila u vullos vetëm pas ekzekutimit të 11 metrëshave. Finalja e madhe u mbajt në Katar, ndërsa ishte mjaft e luftuar nga të dy ekipet, por në fund performanca e portierit Safonov të Paris Saint-Germain bëri diferencën. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të evropianëve që realizuan me Kvaratskhelia, teksa më herët u anullua një gol i Ruiz. Në pjesën e dytë brazilianët rikthyen ekuilibrat me penalltin e shndërruar në gol nga Jorginho. Sfida shkoi në shtesë ku nuk ndryshoi rezultati, e kështu ekzekutuan penalltit, aty ku PSG fitoi 2-1. Skuadra e Luis Enrique gaboi nga pika e bardhë me Dembele e Barcola, ndërsa tek Flamengo Saul Niguez, Pedro Leo Pereira dhe Araujo. Ky ishte një tjetër sukses për trajnerin Luis Enrique që e mbylli vitin me 4 trofe të fituar. Baku, viti Parisit, ë? Portierit. Po, por tamam, aty dëgjova edhe unë dhe më njëherë do ta bëja si batut. Pra portieri, po. Timi është një portier shumë i mirë. Unë kam patur fatin vjet në 26 nëntor të shikoj në Munich Champions League-ën midis Bayernit dhe Paris Saint-Germainit. Fitoi Bayerni 1-0. Dhe pikërisht në port ishte ky portier. Kështu që këto e di çfarë më kujtoa dje me fritet e tij. Ti je pak më i vogël se unë. Më kujtoa viti i largët 1986 kur në finalen e Seviljes Barcelona Steaua shkoi 0-0 dhe portieri Steaua Duka Dan priti 4 penallti. Dhe i dha Steauas kupën e kampionëve quhet atëherë. Okej, kështu që sërish, viti për ta mbyllur me Parisin, pra 2025 viti Parisit në gjithë drejtimet apo jo? Më vjen mirë që Parisi pas Champions League-s dhe finalisti botror të klubeve doli fitoi edhe kupën interkontinentale. Okej. Është realisht pretendenti kryesor për Champions League-ën e ardhshme bashku me Manchester City, me Arsenalin, por pa mos harrojmë që Reali është gjithmonë aty. Patjetër. Ndërkohë, Baku, ndalim pak sot. Kemi Conference League sot, kemi AEK Larnaku me Shkëndijën edhe Rayo Vallecano me Driton. Këto do dy sfida do ndalemi, se janë shumë sfida, por këto na interesojnë na. Drita Gjelani ka barazuar me AEK Larnakën në Prishtinë.